Një pyetje tjetër që na ka ardhur shumë shpesh është jam anemie, prandaj ma vjosen shumë. A ka të bëj? Realisht, anemi i bjen në zvogluar i rruzave të kuqe, rast hemoglobinës dhe hematokritit. Varësisht prej llojit të anemisë, do bëhet dhe kompenzimi i anemisë. Por, përderisa një pacient ka një anemi të theksuar dhe trombociti ka në rregull, kushte normale nuk ish dashur me manifestu me lëkurë, ndryshime lëkurore. Domethënë ish dashur me u kompenzuar anemia, por nuk ka, përderisa numri i trombocitit është në rregull, nuk ka të bëj direkt me anemi. Po sigurisht që një paciente që ka anemi theksuar dhe ka ndryshime në lëkurë, sigurisht që do të më hulumtu. Më hulumtu në aspekt dhe sëmundje tjera hematologjike. Me u përjashtu sëmundjet malinje hematologjike. Ose edhe malinje tjera. Për shkak një anemie theksuar që shoqërohet me manifestime lëkurore, me hematoma, gjakderdhe të ndryshme, sigurisht që do të më hulumtu. Absolutisht.